Hamasi zgjedh liderin e saj të ri të përkohshëm. Lëvizja Islamike Palestineze Hamas po zhvillon zgjedhjet brendshme për të emëruar një lider të ri të përkohshëm në një moment vendimtar për të ardhmen politike dhe ushtarake të organizatës. Procesi i votimit po zhvillohet në rripjen e Gazës, në pregun perëndimor dhe në mesin e strukturave të Hamasit jashtë territorit palestinez. Zgjedhjet vijnë pas një periudhe të trazuar për organizatën, gjatë së cilës disa prej figurave më të larta u vranë në operacione ushtarake izraelite pas sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit. Mes tyre përmendet Nishrudhësi i Gazës, Yahya Sinvar, kreu politik Ismail Haniyeh dhe komandanti ushtarak Mohamed Deif. Sipas burimeve të afërta me lëvizjen, gara për postin e liderit përkohshëm ishte përqendruar rreth dy figurave kryesore, Halil al-Hayya, një nga drejtuesit kryesor në Gaza, dhe Khaled Meshal, i cili konsiderohet pjesë e gardës së vjetër dhe aktualisht udhëheq strukturat e Hamasit jashtë vendit. Rezultati i këtyre zgjedhjeve shihet si përcaktues për drejtimin strategjik të organizatës në muajt në vijim. Një fitore e al-Hayya do të sinjalizonte vazhdimsi të linjës së fortë të udhëheqjes nga Gaza, ndërsa rikthimi i Meshalit do të nënkuptonte një rol më të madh të krahut politik në diasporë dhe mundësi për riformatim të strategjisë në arenën ndërkombëtare. Lideri i ri pritet të ketë mandat një vjeçar në një kohë kur diskutimet ndërkombëtare për të ardhmen e Gazës, rindërtimin pas luftës dhe strukturën e qeverisjes mbeten në fokus të diplomacisë rajonale dhe globale. Analistët vlerësojnë se vendimi i Hamasit do ndikojë jo vetëm në dinamikën e brendshme palestineze, por dhe në raportet me Izraelin dhe ndërmjetësuesit ndërkombëtar në një periudhë kur situata në terren mbetet e brisht dhe e paqëndrueshme.